Çfarë duhet bërë në brenda dhe në gjeopolitik? Në gjeopolitik, këta të manzës, pa ju rrezikuar jetën në marrëveshje me ata që i sollën, duke edhe në ca fate kore, të ikin të shikojnë punën e tyre. Ndaq të shpërndahen individualisht, në daq t'i marrë Izraeli që i ka krijuar. Shqipëria nuk është vend nga i cili mund të organizohet terror dhe luftë kundër Iranit. Qofse ndonjëri nga ta do të integrohet dhe të punojë këtu të ngrehet biznes në Shqipëri, mund të ri, sigurisht, në qofse s'merret me pisliqe. Qofse kapet nga shteti shqiptar që merret me pisliqe, të shporet dhej. E dyta, ambasadë me Iranin. Irani nuk është vend amik ndaj Shqipërisë. Sigurisht që nuk ka pse të kemi marrëdhënie prioritare me ta, por as të jemi armiq. Marrëdhënie reciproke. Njerëzit shkojnë të dinë, të bëjnë ekonomi, ne të dy shtetet t'i mbështesim ashtu si me gjithë shtetet e tjera. Nuk ka pse na kushtozon ne Izraeli, sionizmi, se çfarë duhet bëjmë. E patat presidentin kroat çfarë përgjigje i dha ambasadorit izraelit? E tha se i tha mbyllni ambasadën e Iranit me një shembull gigantin piktorin e Shqipërisë. I tha të marrë me shqelma, i tha po më fol edhe njerë mua kështu, tha se ky vend ka zot jemi ne kroatët. I tha se qa bim ne, dim ne, tha. Po më fol edhe njerë me këtë gjuhë të më mësosh, të bëjnë non grata, i tha. Këta janë buro. 3 milionë është Kroacia, sa ne. Nuk ka dignitet, nuk ka politikan fundërina të korruptuar. Tjetër, s'ka qa na duhet ne lufta e Rusisë me Ukrainë. Fare. Ne duhet të marrim një kovë ujë, nëse kemi mundësi dhe ta hedhim atje për të shojtur zjarret. Nëse s'kemi mundësi se jemi në vend i vogël, nuk ka qa na duhet ne. Nuk po hyj në analizën kush ishte fajtori dhe Perëndimi apo Putini. Se Putini, unë pishoj që është bashkë me këta, por dyshoj edhe pak që mund t'jetë kundër tyre dhe po t'ishte kështu, ky është i lajmi mirë, është burr më mirë se ata, pavarësisht se Rusia është një vend në përgjithësi armiqësor me Shqipërinë, por ne duhet të sillemi me ta me dinjitet, me paritet dhe mbi bazën e interesave reciproke dhe jo të na komandojnë ne Perëndimi bëhuni armiq ju të Rusisë. Ja, sigurisht që ne Evropën dhe Perëndimin do t'i kemi zgjedhje të parë, por jo të vetme. Ne duhet kemi marrëdhënie të mira edhe me Kinën. Kina është superfuqi botërore. Gjithmonë duke mos i lejuar as ata të sillen me ne si Izraeli. Pra të vinë këtu e të na mbështjellin si gjarë. Po të vinë ashtu, gërshërët trak i presim dhe i shporim dhe ata që këtu. Këtu janë sovran vetëm shqiptarët. Nuk do të ketë qeverisje me anësim nga feja. Një shtet i fort laik që të shërbejt gjithë shqiptarve dhe minoritarve dhe pakicave dhe të gjithë ta ndjejmë veten të lumtur dhe të barabartë në këtë vend. Kush mendon se do fus kishën apo xhamin në shtet, gabon rënd, sepse kjo i fut dinamitin shtetit. Qielli më vete, toka më vete. Ne nuk do lejojmë vendin ton që të bëhet një territor lufte
midis një pjesë të turqve dhe shtetit turk. Gjithkush mund, sepse dihet që këta se s'po më kujtohet gylenistët përkraheshin nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Izraeli. Ne nuk kemi punë në këto lojra. Kush vjen si individ ose si kompani dhe kërkon të investoj, bujrum. Kush merret përdor Shqipërinë për akte diversioni dhe lufte kundër institucioneve të shteteve me të cilët zyrtarisht ne kemi marrëdhënie, nuk kam vend në Shqipëri, por edhe kundërta. Në qoftë se kundërshtarët e një vendi që mund të ketë humbur lirinë ose sëndon një diktator, sigurisht që ne do t'i mbajmë, do t'i strehojmë, do t'i lejojmë të jetojnë të lirë dhe të zhvillojnë aktivitet ekonomik këtu në neve, por jo të përdorin vendin tonë për akte terroriste dhe luftënëzitëse në vendet e tyre. Duhet të jemi të kujdesshëm me politikat dhe marrëdhëniet zyrtare. Vetë çdo popull duhet të zgjidh hallet e veta. Sigurisht diktatorët nuk mbështeten nga shteti tonë, por ne nuk rregullojmë dot botën, se jemi një shtet i vogël. Ka dhe shumë gjëra të tjera që do flasim me radhë dhe që sot janë tabu. Ja u kam thënë njerë, jo pasaporta për të uajt. Bajram Begaj, lami keq për ty. Ndoshta ke pasur ndonjë interes të vockël në këto pasaportat, por ata që kanë marrë pasaportat do t'ju hiqen. Do të vendoset ligji që tokat e shqiptarëve nuk shiten. Nuk shiten. Mund të blesh ndërtesën, mund të investosh mbi tokën me një sasi të caktuar vitesh, mund të ripërsëritësh kontratën, po toka ngelet e bive tanë. Na e kanë lënë të parët, nuk na e ka dhënë shteti. Shtetit ja kemi dhënë ne shqiptarët, sepse i kemi mbrojtur këto toka gjithmonë me gjak. Tung tung.